Mungesa e fushës sportive s'pare në shkollë ndikon keq, sepse një fushë sporti e kemi brenda, por ndodh që mbi ditë të caktuar 3 klasë kanë orë edukatë fizike në të njëjtën kohë. Dhe tash e merr me mendje se si mund të realizohet ajo orë me 3 klasë për një herë kur e shfrytëzojnë një sallë. Kjo paraqet problem të madh përveç shkollës. Pastaj, në mungesën një fushë jashtë objektit shkollës, domethënë në oborrin e shkollës, paraqet problem edhe për të rinjt e lagjes, sepse s'kan ku t'i zhvillojnë aktivitetet e tyre apo rekreacionet. Personalisht kam bë kërkesë në muajin janar, është bë kërkesë edhe për pranej. Tani 3 vite fusha është deri diku e rregulluar jashtë, por nuk është asfaltuar dhe e përfunduar. Domethënë nuk i plotson kushtet për të shfrytëzuar nga nxënësit. Përgjigje nuk kemi marrë asnjëherë. Këto muajin e fundit na është premtuar që për pak ditë do të fillojnë punimet, do të fillon asfaltimi, por nuk është realizuar ende ai premtim. Kur e dim që fusha sportit nuk është vetëm një vend për lojë, por është një vend kur fëmijët si të shkollës, si të lagjes, domethënë edhe socializohen në mes veti, edhe bën zhvillimi i tyre edhe fizik edhe intelektual. Shkojmë në sallë në lëndën e edukatës fizike, bëhemi shumë klasë edhe pastaj nuk ka shumë vend. Kemi fusha më larg, por posaçërisht na nevojitet kjo fushë, pasi që është më afër shtëpive tona dhe kemi më lehtë që të takohemi dhe të luajmë. Ne nxënësit nuk kemi marrë ende përgjigje, ama nuk e di halë kohën e caktuar kur është për mu rregullu kjo fusha sportive.